I veçantë i mësuesit tim të parë, Avdyl Tafilaj, i cili shkonte në bibliotekë në atë kohë, i merrte të gjitha kopjet e një libri të caktuar, të zënë të postës së porositur, dhe na i sillte në klasë, dhe i shpendante tek nxënësit me një radhë caktuar. Ta zëm, i merrte 10 libra dhe javën e parë na i shpendante tek 10 nxënës. Pastaj javën e dytë, kur ne e lexonim librin, e shpendante të 10 nxënësit tjerë. Dhe do thotë mësuesi im i parë, Avdyl Tafilaj, edhe ai është i ndjerë, është personi që për herë të parë ta quaj, ma instaloj në brendtin time dashurinë për lexuar dhe dashurinë për librin. Pastaj edhe babai kur vinte në pushim, mi blente të gjitha atë kompletin e librave që ne e quanim lekturë shkollore, ishte varësisht nga klasa 10, 12, 11, mi blente të gjitha ato libra komplet, ishte në atë kondisha nxënësi më i pasur në botë, sepse babaj mi blente, dhe kështu në klasën e 4 e kam bërë metrin e parë të librit. Do thotë e kam bërë 1 metër libra. 1 metër libra. 1 metër libra. Nuk e pas në ndëgjua asë një asë i shprejë, po shumë po më pëlqeka, kështu që... Po, sa metra libri i ke? Po, në klasën e 4, në fund e të pushimeve të klasës parë, e kam pas rendin e librave që ishte i gjatë 1 metër. Dhe pastaj filloi kjo pasioni im për librin, pasioni im për ta blerë librin, për të pasur libra, dhe kështu më radhë. Tash e kam një bibliotekë të mirë, një pjesë e kam në fshat, një pjesë e kam në Prishtinë, por kryesisht e kam një bibliotekë personale të pasur. Patjetër. Gjatë studimeve, kur kanë filluar shkrimet më saktësisht? Jo, shkrimet e kanë filluar shumë herë në shkollë fillore. Po ndoshta jo me vetdije të plota, kanë filluar... Në shkollë fillore iksin ato poezitë e para që kishin rim shumë të thjeshtë, por në shkollën e mesme isha pak më i vetëdijshëm, isha më i vetëdijshëm edhe për talentin që kisha për të shkruar, dhe shkruaja në mënyrë më të angazhuar. Dhe në atë kohë kishim një klub letrar të shkollës, i cili ishte shumë i zhvilluar në kuptimin e sjelljes së vlerave poetike, dhe e kishim një revistë të shkollës që botohej një herë në vjet, edhe që quhej Rrezë Drite. Dhe gjithashtu e kishim edhe atë ashtu quajturën Gazetën e Murit. Dhe ky ishte momenti i parë kur ndoshta publikisht përballesha me lexuesit e mi. Bile është një poezi, Varka dhe Lumi, e cila është u bë një lloj hiti poetik në kohën sa isha nxënës, dhe nga e cila ende ishtë nxënësit e gjimnazit të Deçanit më njohin, më përmendin, sepse ishte ndoshta poezia më e veçantë asaj kohë që fliste për dashurinë, sigurisht. Ishte një poezi e një gjimnazisti, por do thotë ishte poezia e parë që në një formë më bëri ta quaj në thonë za poetin në shkollës. Dhe pastaj... Të famshmin e shkollës. Dhe pastaj filloi kjo jeta e vërtet poetike, kur edhe në studime, kur lexonim në orët letrare të Fakultetit Filologjik, kur e fitova shpërblimin e parë në gazetën Bota e Re, kur mandej fitova një shpërblim e tjetër në revistën Zëri, dhe e kështu me radhë. Në këtë vend pastaj erdhën vitet e vështira, vitet e 90-ta, në cilat praktikisht, edhe pse kam shkruar, paraqitja publike mungoi plotësisht. Edhe ishte kohë e pushtimit, edhe kohë kur nuk kishte liri televizjes, edhe ishte më e vështirë të merresha me librin dhe me poezinë. Ishte kohë e vështirë, kohë e zorshme, e cila ka lënë pasoja edhe në zhvillimin ton intelektual, edhe në zhvillimin ton profesional. Dhe në këtë aspekt, për shembull,
ju gjeneratat e tashme jeni tepër me fatë që jetoni në këtë botë të mundësive. Kjo është bota e mundësive, por duhet ju që t'jenit atë zotët për t'i kapur mundësit. Ne, sidomos pas viteve 90, do dhe sidomos pas vitit 1989,